Dikur eri Maria Remarque, shkrimtari gjerman i famshëm pjesëmarrës në luftën e parë botërore, shkruajti një libër i cili tashmë është bërë edhe një film i shkëlqyer, Asgjë e re nga fronti perëndimit. Tregon një histori e cila në fakt është dramatike për personazhin, por në planin makro, në planin e madh, asgjë e re nuk ishte. Cila është dramatike në gjithë historinë shqiptare. Dramatike në historinë shqiptare është historia e opozitës. Kemi parë që dy janë segmentet e saja të cilat duan të rrëzojnë regjimin e Ramës. Një duke përmendur raportin e OSB Odirit dhe e dyta duke vazhduar cilësimet e saj si narko-regjim i korruptuar. Tashi po e marr nga e dyta, duke akuzuar si narko-regjim i korruptuar. Tua të them që në këtë çështje ka dy nënçështje. Si narko-regjim është një këngë e cila bëhet për ndërkombëtarët, për të treguar që në Shqipëri ka trafik droge, më thënë. Në fakt këtë e di shumë më mirë OKB-ja, e din agjencitë e huaja, të cilat e din se kush e bën tregtin, nga kalon, me kë janë të lidhur. Është pak, por e sigurt që për këtë e kanë informacionin e plot dhe nuk mbetet që t'ja u tregoj Berisha. Ndërsa si tezë të shqiptarët kjo nuk ka fe për shtypje. Nëse shqiptarëve ju ecën rroga, ju rriten pensionet, ka bollëk për aq sa ka investime për aq sa ka, pak ju intereson se nga vjen kjo para. Madje në Shqipëri ka edhe teori popullore se si është bërë Turqia që nga bërë nga trafiku i drogës, apo se si vendet e tjera janë ngritur nga trafikantët e drogës, janë ngritur në nivele mirëqenie të kënaqshme. Gjë që nuk është e vërtet, sikurse nuk është e vërtet për Shqipërinë që sado të ketë trafikant, sado të ketë një mafje që merret me trafik, është e pamundur që të mbaj një vend, të mbaj ekonominë e një vendi. Për sa i përket pastaj korrupsionit, kemi një ligjërim të neveritshëm të Berishës, me thënë drejtën, i cili e fillon këtu vonë 90 milion, pastaj 50 milion, pastaj 90 milion. Shembulli më klasik është inceneratori i Tiranës, ku shifra u fillua me 120 milion, pastaj u vazhdua me 400 milion, tani ka arritur në 1 miliard që kanë vjedhur. Nëse bëjmë këto llogari, i bie që shqiptarët nuk do kishin pa rroga me sy, pensione me sy, nëse dëgjojnë broshkollat e Berishës. Dhe kjo është një melodi shumë e vjetër. Ka filluar që në vitin 91, kur donte të vinte në pushtet, me arin që kishin fshehur komunistët, e gjithfar prallësh të tjera, duke ardhur pastaj për çdo vit nga një prallë të re. Ndërsa për sa i përket raportit OSB Odirit, duhet thënë që OSB Odiri në përgjithësi është tashmë, është një organizat pa ndonjë peshë specifike në arenën ndërkombëtare. Madje mund të thuhet që është pothuajse zero. Është një OJF këshilluese. Është një raport i cili nuk ndikon fare në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili si çdo vit jep vrejtje dhe jep orientime për përmirësime. Është një organizat ku janë një tufë nënpunësish të cilët tentojnë për ato 4-5 vende ku ja u dëgjojnë melodin, të rrisin rëndësinë atyre në mënyrë që të shtojnë jetëgjatësinë në ato vende pune që kanë rroga të majme. Këtë e di shumë mirë Rama, këtë e di shumë mirë edhe Berisha, sepse e ka parë vetë. Domethënë, nëse kishte raport më skandaloz, ishte ai 96, se megjithatë po ishte për atë raport, Berisha do kishte kapur vitin e 35 të qeverisjes, sepse ai raport vërtet ishte shumë i rënd, po ishin arsye të tjera siç ishin firmat piramidale, ato që e rrëzuan. Kështu që ai e ka shumë të qartë që nuk rrëzohet Rama dhe perëndimi, qeveritë perëndimore nuk e marrin fare përballë çfarë thotë OSB Odiri. Është si ato këshillat e mjekut që të thotë shiko, e mira është nëse ke dhimbje të pish në një paracetamol, po edhe po se pive do të kaloj vetë sido që të jetë. Kështu që është e njëjta melodi nga i njëjti klarinetist i cili ka 35 vjet, që i bie klarinetës
asaj klarinet e cila tashmë është shtyr në pizg e mbani mend kanë qenë ca fyej vetëm me një vrim që e kishin dikur, tani dalin, po i kanë bërë me 3 vrima, dalin egjiptianët në rastet e Bajramit, një melodi pa melodi, s'është asnjë lloj melodie, e tillë është bërë edhe ajo e Berishës dhe klarinetisti ose pizgëxhiu është po ai vjetri. Kështu që vështirë se do entuziazmoj njëri që të dali në valla. Si gjithmonë, në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.